E di që motra e madhe refuzoi edhe të shkonte në shkollë. I zbardhni mëngjeset tu shpresu që diçka do dim për të. Ka dalë edhe ka qajtë se ka besu që e ka gjetë babin. Ishte shumë e vështirë me rifillu jetën. E di që motra e madhe refuzoi edhe të shkonte në shkollë. Ishte në shkollë të mjekësisë. Kur filloi viti shkollor, ajo ka vazhdu me disa ditë ose javë, nuk mbaj mend, më vonesë, për shkak që s'kishte as pak vullnet fillonte jetë. I zbardhni mëngjeset tu shpresu që diçka do dim për të. Çdo lëvizje ose hapje e derës ishte sikur një thirrje se mos rastësisht dikush po na jep një lajm për babin. E di që veç ditëve kur ka pas shi, se gjithë kohën thuajse gjyshi ka nejt jashtë, të prit, mos po vjen dikush edhe po i thot diçka. Axhallart, Axhe, edhe antarët e tjerë, burrat, familjes së gjerë, me njerë si kemi ardhur prej luftës, kanë fillu kërkimet, e kemi kërku në bunar të ndryshëm, e kemi kërku, babi ka pasur një kanal i cili ja ka mundësu mi rregullu automjetet, do me thënë i hapur, edhe ajo pjesa e kanalit ka qenë prej punës që ajo ka bërë e mbushur me vajra të ndryshme të mjeteve, të automjeteve ose mjeteve motorike, edhe thellësi shumë e thellë. E kemi kërku edhe aty, e aty e kemi gjetë një kafshë të ngordhur, edhe e di që Axhi, kur ka has në diçka, ka dalë edhe ka qajtë se ka besu që e ka gjetë babin, po tani ka dalë tjetë që është kafshë.